Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jall e falenderojmë për shëndetjet e përzemërta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë dhe sot musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga shpjegimi i librit Mbrojtja e muslimanit. Kemi arritë te tema 99 ku autori ka sjell titullin kur kafsha e udhimit pengohet, domthon duaja kur pengohet kafsha e udhimit. Domthon nëse çështojmë të na nëse zën thue ose ndalet nuk hec. Dhe kjo ndodh, domthon sidomos kush ka udhtu më herët me kafsh, ka ndodhur që është ndal gomari ose kali nuk ka hec, është ndal me një vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të themi bismillah. Ka qenë një sahabi që transmeton këtë hadith, ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i është ndal kafsha dhe ai ka thënë ta'isa shejtan. U shkatërroft shejtani. Faktikisht u shkatërroft shejtani se ai është bë sebeb që mu ndal kafsha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot këtij sahabijut mos thuaj u shkatërroft shejtani. Për arsye se nëse thua ti kështu, ai zmadhohet, rritet, derisa bëhet i madh sa një shtëpi. Dhe thot kjo ka ndodhur për shkak meje, për shkak fuqisë time. Po, nëse thu bismillah, po thuaj bismillah, se nëse thua bismillah, atëherë shejtani zvoglohet, bëhet sikur një mizë e vogël. Ky hadith është edhe domthon arsyeja pse ka sjell autori kët dua. Pra, prej edukatës, nëse ndodh të pengohet automjetit, nalet ose diçka pa arsye, edhe nuk ja din arsyeën, prej edukatës është më thon bismillah. Dhe kjo e largon shejtanin. Për arsye se nëse ka ndiku në pengesën e automjetit shejtani, atëherë fjala bismillah e largon shejtanin. Kurse fjalë tjera që thuhen kundër shejtanit, këto kanë mundësi me qenë vetëm si lloj ushqimi për të. Derisa i rritet edhe bëhet i madh hala më shumë, në aspektin që domthon ndikon te mendjet e njerëzve, saqë njerëzit mendojnë që çaq i fortë është shejtani, saqë mundet me ta ndalë edhe automjetin, mundet me ta ndalë edhe kafshën, e mundet me bëu këta, e mundet me bëu ata, dhe faktikisht bëhet si lloj si lloj bindje që shejtani ka mundësi me të ndalë bi punëve tua. Kjo nuk ka mundësi me ndodh. Sidomos për ata që e përmend Allahun azza wa jall. Për këtë arsye Allahu azza wa jall kur e përshkruan shejtanin, thot el-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. El-khannas, ka thonë dietarët, është i quhet shejtani për arsye se nëse përmendet emri Allahut, ai ndrydhet, zvoglohet, mbyllet. Që kjo është el-khannas. Nuk ka mundësi me qenë aktiv, me reagu. Po mbyllet. Kurse tani, çka ban masi mbyllet, masi i hub fuqia, tani ban vezvese. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Domthon prej dobësisë shejtanit është se ban vezvese. Nuk mund më shumë se çka. Allahu pejgamberi sa më thot hadith, falënderimi i takon Allahut që kurthën e tij e ka shndruar vezvese. Kurthën e shejtanit e ka shndruar vezvese. Nuk ka fuqi shejtani me e dëmtu njerin, me ja largu, domthon në aspektin fizik, me largu pe punëve të tij, po përmes vezveseve ka mundsi. Andaj dobësia e shejtanit tregohet edhe përmes vezveseve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith na mëson atë çka është e madhe, atë çka është edukat e lartë, dhe na tregon se nëse themi ne, nëse e shohim shejtanin, e fyjm shejtanin, kjo nuk sjell, domthon vetëm zmadhohet, rritet shejtani dhe kjo nuk sjell kurrë. Domethën, në rastin praktik, nëse ti i thu çdo fjalë për shejtanin, edhe nëse
pezojmë që ti shejtani nuk ja ke dhënë çat pozit, megjithatë ti nuk e mujt me fitu kurrë. Vetëm se e ke ul veten tënde, ke përdor shprehje që na shtision në rregull me i përdor, edhe të njëjtën kohë prapë s'ka arrit qëllimin. Kurse qëllimi, ajo arsyeja që ti me u kundërvy shejtanit tash që ti me u kundërvy shejtanit dhe të njëjtën kohë me arrit qëllimin, me vazhdu kafsha, me hec ose mjeti, çuç është në hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ti edhe e ke përdorur një shprehje që nuk e mujt, domthonë nuk e ke përdorur atë që të ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po të njëjtën kohë edhe nuk e mujt me arrit qëllimin për arsye se qëllimi arrit vetëm nëse përdoret ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith pejgamberi sa më thot la tasubbu shejtan. La tasubbu shejtan. Walakin ta'awwadhu billahi min sharrihi. Mos e fyeni shejtanin. Mos e fyeni shejtanin. Ky ka hadith tjetër, ai tash ka përthama tjetër hadith. Mos e fyeni shejtanin, por kërkoni mbrojtje prej Allahut nga sherri i tij. Kjo është më e mira për muslimanin. Me kërku mbrojtje prej Allahut nga sherri i shejtanit. Jo me fy shejtanin. Jo me shoh shejtanin se nuk ka dobi. Unë këtë rast vetëm e qet ti vetën me një pozitë keqe të edukatës, që në fundit nëse kish me pas dobi apet, e kish pas një shpjegim logjik. Po masi s'ka dobi atëherë vetëm e ke ul vetën me shprehje ndryshme, me fyrje ndryshme, me sharje ndryshme, edhe në fund prapë s'ka pas dobi. S'ke mujt me arrit qëllimin. Mirë, pra, domosdoshmë sipas këtij hadithi nuk lejohet me shoh shejtanin, apo? Nuk lejohet me fy shejtanin. Allahu azza wa jalla thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur lezosh Kur'an, kërko mbrojtje te Allahu prej shejtanit të larguar nga mëshira e Zotit. E para pra është puna më e mirë është, grada më e lartë është me thon eudhu billahi minash shaitanir rajim. E me shoh, a ban shejtani me fy? A lejohet me fy shejtani? Pyetës. Sipas hadithit jo. Pejgamberi sa më ka thonë la tasubbu shejtan. Mos e fyeni shejtanin. Allahu thot në Kur'an la'anahu Allah. Kur e përmend shejtanin, thot Allahu e mallkoft. Mallkimi është fyrje. Është pjesë për pjesës të fyrjes edhe mallkimi. Për këtë arsye dietarët kur kanë ardhur te ky ajeti edhe një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Abu Davudi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot një herë shejtanit el'anuke bi la'natillah. Të mallkoj me mallkimin e Allahut që të ka mallkuar ty. Dietarët e kanë diskutuar bashkimin mes këtyre gjërave, mes hadithit edhe ajetit edhe hadithit tjetër. Edhe pastaj kanë dhënë përfundim kështu. E para grada më e lartë që është mustahab i madh, domthonë vle e pëlqyeshme shumë, është me thonë udhu billahi minash shaitanir rajim. E dyta lejohet me mallku shejtanin. Lejohet me mallku se pejgamberi më ka mallku vet. Edhe Allahu e ka përmend në Kur'an që Allahu e mallkoft. Lejohet me thonë shejtani i mallkum. Allahu e mallkoft shejtanin. Lejohet me thonë. Kurse shprehje tjera jashtë mallkimit nuk lejohen mbas këtij hadithit. Shah me thonë Allahu e marroft, Allahu e shkatroft, Allahu e turproft, Allahu e djeg në xhehenem, Allahu ja. Këto tjera të shprehje nuk lejohen. Edhe dietarët thonë që këto shprehje tjera përveç kësaj janë mekruh, janë domthonë të rryera me një gradë të lartë të mekruhit. Për shkak që atij hadithi që e përmena, që mos e fyni shejtanin. Pra te fyrja përjashtohet vetëm mallkimi. Nëse e çoj mallkimin fyrje, atëherë mallkimi lejohet me mallku shejtanin se Allahu e ka mallkuar në Kur'an dhe ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse me fy shejtanin, me thon shprehje tjera, me shoh shejtanin ose edhe me shoh me fjalë dyta, gjitha këto nuk janë të mira dhe janë të urrëtura. Janë mekruh trond. Nuk janë haram, po janë mekruh trond. Kjo është sa i përket kësaj teme. Alhamdulillahi rabbil alamin.